Dhe kemi Valen tani dhe i themi mirëmëngjesi Valdetës. Mirëmëngjesi Dritro, mirëmëngjesi Valbona, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e televizionit Alsat. Si që shihni, jam këtu në komunën e Çajirit, ku sot në ora 13 do të mbahet komemoracion enkas për yllin, për ikonën e skenës muzikore Shpat Kasapi. Dje ishte edhe ditëzie që u shpall në tërë teritorin e komunës së Çajirit në mbledhjen e 4 të jashtëzakonshme, që u miratua që në tërë teritorin e komunës së Çajirit të shpallet ditëzie, si që ishte edhe në ato. Mirë po, për këtë më shumë do të na flet kryetari i Këshillit të komunës, zotri Adnan Murtezi. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje edhe për ju. Ju faleminderit që pranuat ftesën që të na tregoni disa informacione rreth komemoracionit që do të jetë sot në orën 13 në komunën e Çajirit. Dhe njëherë përshëndetje për ju dhe për teleshikuesit tuaj. Shfrytëzoj këtë rast që shpreh ngushëllimet tona për largim nga kjo botë yllit të muzikës shqiptare, si kur e thatë edhe ju Shpat Kasapi. Për ndryshe, Këshilli i Komunës së Çajirit dje kishte mbledhje të jashtëzakonshme në orët e hershme të mëngjesit, ku është shpallur ditën e djeshme si ditëzie, dhe po ashtu në kuadër të këtij vendimi të shpalljes së ditës së zis, kishim edhe dy akte tjera. E para pra ka të bënë me mbledhjen komemorative, e cila do të mbahet sot në ora 13 në ambientet e komunës së Çajirit. Dhe në këtë mbledhje kemi ftuar edhe familjarët e të ndjerit, kemi ftuar edhe miqtë e tij, kemi ftuar edhe komunitetin artistik, dhe po ashtu kemi bërë ftesë publike edhe të gjithë qytetarët, duke shfrytzuar pra edhe këtë bisedë për të bërë një ftesë ata që duan të na bashkangjiten në ora 13 te komuna e Çajirit. Ndërsa po ashtu edhe libri i ngushëllimeve do të jetë i vendosur në ambientet e komunës së Çajirit nga dita e sotme deri në ditën e premte, ku të gjithë qytetarët, ata që kanë dëshirë, mund të vinë dhe të shprehin mesazhin e tyre ngushëllues me rastin e largimit nga kjo botë të Shpatit. Konsiderojmë që kjo që bëmë ne si komunë e Çajirit është tek e fundit një kontribut shumë modest, një nder dhe respekt për figurën e tij, duke pasur parasysh që një pjesë të mirë të jetës së tij Shpati ka kaluar edhe në shtetin e Shkupit dhe në komunën e Çajirit. Mirë, çfarë simbolizon për ju kjo ikonë e skenës muzikore Shpat Kasapi? Për ne që, po e them për veten që i përkasim gjeneratave pak më të vjetra se sa ju të rinj, sigurisht është një figurë e njohur, një figurë e dalluar. Vetarritja e tij, domethënë ngritja në nivelet muzikore deri ku ishte, konsideroj që meriton respektin dhe vlerësimin tonë të përgjithshëm. Të arrish një sukses që në moshën fëmijërore, në moshën 13 vjeçare, përmes çmimit të parë dhe pastaj të ngritesh edhe në nivele lokale, vendore, kombëtare dhe rajonale nuk është një punë e vogël. Në rrethanat kur bota e artit të jetë nganjëherë edhe pamëshirshme në kuptimin e funksionimit, në kuptimin që sa kanë mbështetje ndoshta edhe artistët tanë, unë konsideroj që ngritja e tij dhe zhvillimi i tij si këngëtar ka qenë në nivel të kënaqshëm. Dhe konsideroj që emri i tij dhe këngët e tij të interpretuara do të mbeten një gjurmë e pashlyer në botën e artit, pavarësisht të largimit të tij fizik nga kjo botë. Ju ndërlidhet mirë, pata pyetjen e dytë për ju atë. Kam një pyetje që besoj se do të më përgjigjeni. Po sipas jush, pasi që jeni edhe kryetar i Këshillit të komunës, do të kishin ngritur ndonjë iniciativë, shembull, për emërimin e ndonjë rruge të kësaj ikone të skenës muzikore apo ndonjë institucioni kulturor? Gjithsesi, pse jo? Konsideroj që Shpati meriton një vlerësim dhe nder të tillë, dhe unë konsideroj që në ndonjë fazë të ardhshme të ndryshimit të emrave dhe të riemërimit të rrugëve dhe pse jo dhe institucioneve në komunën e Çajirit dhe jo vetëm Çajirit tek e fundit, unë besoj që emri i tij do të jetë nga ata propozimet të mundshme dhe të pranueshme për të emërtuar ndonjë rrugë apo institucion me emrin e tij.
Ju falemderit shumë, pra Dritro Valbona për të gjithë shikuesit sot në orat, keni ndoshta prej studios dhe një pyetje? Do doja zoti Adnani të falemderit për iniciativën që e keni marrë si komunë. Muhamet Murtezi, të bërë një korrektësi pra një sqarim, Muhamet Murtezi. Muhamet Murtezi, kërkoj ndjesë, më falë. Unë do doja t'ju, sepse dje doli një informacion, ndoshta pak sa i gabueshëm, fillim u tha që do të mbahet komemoracioni në Teatrin Shqiptar, pastaj në pak më vonë u ndryshua edhe lokacioni. Do më thonë përfundimisht mbahet në komunën e Çajirit, por t'u bërë me dije shumicës të shikuesve, sepse po na shkruajnë se ka patur një informacion që fillimisht do të bëhet në Teatrin Shqiptar dhe do të jetë hapur edhe libri për kujtimet për shpatin, por ka ndryshuar, lokacioni përfundimisht bëhet në komunën e Çajirit. Do më thënë, sakt, ishte menduar të Teatri Shqiptar, por me gjithatë mendojmë që edhe komuna ka hapësira vërtet të mira për mbajtjen e kësaj mbledhje dhe do më thënë mbledhja komemorative mbahet në orat 13 në hapësirat e komunës së Çajirit, ku po ashtu do të jetë i vendosur edhe libri i ngushëllimeve. Për fundë në vetëm dua të përmend se u mbajti ditëzie në komunën e Tetovës fillimisht dhe pastaj u paralajmërua edhe ditëzie në komunën e Çajirit. I nderuar është një mbledhje jashtëzakonshme që kanë caktuar. Patjetër që po, mirë po, unë si mendoni ju pse nuk u mbajt një ditëzie në të gjithë territorin në Maqedonisë së Veriut, sepse është një ndër artistët dhe ambasadorët kryesor të vendit tonë. Një gjë që ka ndodhur edhe me artistë të mëdhej të tjerë kur kanë ndruar jetë është respektuar një ditëzie në të gjithë territorin, si mendoni ju, pse u vonuam pak me këtë vendim? Do më thënë, nivel qeveritar nuk mund t'ja përgjigje të caktuar, sepse nuk jam pjesë e qeverisë, kur jemi në fizik, ndërsa sa i përket komunës së Çajirit, pra jam kryetari i Këshillit të komunës së Çajirit dhe për këtë mund t'ja përgjigjen e saktë dhe konsideroj që në dje në orët e hershme të mëngjesit vendosëm që dita e djeshme të jetë ditëzie. Faleminderit shumë. Sigurisht, faleminderit shumë. Duke përmbyllur ditën e djeshme. Pra për të gjithë qytetarët në ora 13 në komunën e Çajirit. Në komunën e Çajirit, po, këto e bëjmë si informacion sepse kemi qytetarë nga qytetet tjera dhe informacioni u dha vetëm në për rrjetet në për portale, kështu që e bëjmë thirrjen prej televizionit Alsat sepse kemi qytetarë që ndjekin informacionin nëpërmjet televizorit. Pra miqdashur, mbledhja komemoracioni do të bëhet në komunën e Çajirit dhe jo në Teatrin Shqiptar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Dhe shpresoj të shihemi vetëm për gjëra të mira në ditët në vazhdim.